Jena sot në Rrioll si çdo ditë, kena na ludhe punimet, jena të rruga në mal, ku herën e kalume kena një gjuhë krisma armësh. Doli deklarata e medias që tha krismat e armëve i mor me indicje nga deklaratat në për social media edhe nis me hetimet e procedurat e tyne. Kanë baj gabim me deklaratë, se nuk e kanë marrë indicje nga deklaratat në social media, po kanë marrë indicje nga punojësit e policisë që kanë kënë mende e ito, eksaktësisht një këtë vend, që kanë një krismat e armëve dhe janë largua. Me që nuk ka pas krisma armësh, policia shtetit na sqarojnë. Pse unë nis një fuga policiet, me gjithë forcat mërën dhe një makinë e vogël policiet për në Bregdet, pse unë alu një makinë që pa në qertë vite nga Bregdeti me qytetarë dhe u shoqërun që ka pa gjithë fshati që u shoqërun e shku në komisariat, këto të nëjserojnë policia se në qose këta nuk ka një krisma armësh për që i banë gjitha këto procedura. Nuk ka pas nevoj me pytë punojësit e sigurisë, ka pas nevoj me pytë punojësit e vetë policia shtetit që ka pas i tu prezent që ka një krismat njësoj si ne. Se kush i ka gjujtë se për qarë syje, kja është detyre policisë shtetit me zbulu edhe me nxirë në dritë. A jena kërcnu na, a është kërcnu punojësit. Këtë prap du të me përcaktu policia shtetit. Du të me ba detyrën e vetë dhe jo mu mzitu me dalë me deklarata për shtyp për me përgënjështu banorët. Sepse banorët nuk kanë gënyu në si moment të vetëm që ditën e parë nuk kena gënyu se toka është e jona, nuk ju kena gënyu se na dhunu, nuk ju kena gënyu se na marrë me forës në përfugon e policijet, nuk ju kena gënyu se ka pas krisma armësh. Absolutisht që bas kësaj deklaratër policisë na njena dhe matë kërcnum. Dhe jeta jonë është manë rrezik. Ndaj prokuroria, policia shtetit du të me ba detyrën e vetë me nxirr në dritë të vërtetën. Kjo është detyra policisë shtetit. Jo mund zitu me dalë me deklarata për mediat, me përgënjështru, me iniciale LK apo XY. Të marrim punojësit e vetë që i ka pas këtu, i ka të gjitha ta në lista me dokumentat e tyne dhe të nxjerrin të vërtetën dritë. Na jena këtu. Na lumë punimet sot, dhe na lujmë çdo ditë, derisa drejta jonë të dalin dritë. Kjo është toka rrjellorëve. Nuk ka birë nane që ka me egzu për mbi ne.